Nisha se respekt vergojnë Allah të nisha. Nisha vërtet kjo. O shkjo. Grete pak zonë, Ju lutem për vëmendje. Të nderuar delegat, antar, aktivist dhe drejtues të lëvizjes vetëvendosje, lejoni që ju përshëndes të gjithëve dhe bashkarisht përshëndesim mysafirët dhe përfaqësuesit e mediave. Kërkoj nga stafi që të konstatoj nga regjistrimet edhe të verifikoj pastaj edhe me forma tjera a kemi kvorum që duket se është, po megjithatë është rregull që konstatohet. Sa delegat janë të pranishëm dhe mundësisht sa prej tyre kanë deklaruar mungesë me arsye. Meserit pranishme kemi edhe të ftuar mysafir dhe primtar veçanërisht të respektuar pjesëtar të familjeve të dëshmorëve, cilët lejoni t'i përshëndesim posaçërisht. Në regjistrin e pjesëmarrësve për këtë mbledhje janë regjistruar 133 delegat, do të thotë ka kvorum dhe këshilli mund të punojë. Zonja Zotri, motra vëllezër, në mesin atyre që na mungojnë janë edhe disa antarë të këshillit që kanë njoftuar mungesën e tyre për arsye të ndryshme. Ndodhen jashtë vendit, ndodhen në pamundësi për të marrë pjesë, si deputetët Ali Lajçi, Shqipe Pantina e tjera ka njoftuar me shkrim. Mungon po ashtu dhe ka njoftuar mungesën e këtë mbledhje edhe kryetari Ymeri, i cili na ka uruar punë të mbarë dhe ka shprehur dëshirën që kjo mbledhje të përshkohet nga fryma unitetit, konstruktivitetit dhe angazhimit për parathrim qëndrimit, zgjidhje dhe rujtje të unitetit. Kjo porosi, kjo përshëndetje është dërguar ditën e djeshtë. Do thotë nuk lidhet me këtë postimin që sot është shpërndarë. Por ajo që duhet theksohet është se edhe në këtë mbledhje, si zakonisht pa dashjen e tyre dhe për shkaqe krejt pa kuptueshme, absurde, na mungon një numër veprimtarësh të burgosur pa të drejtë, të pamundësuar për të marrë pjesë në këtë mbledhje dhe jo vetëm në të. Posa Sri Deharit dhe të vërtetës së ngulfatur për të, që ende po mbahet peng dhe po na mban peng. Pos grupit thajuar të të rive, Frashër Krasniqit, Adea Arifit, Egzon Ademit, Adea Batushës, e sa të tjerë. Pos dhe të burgosur e të dënuar pa të drejtë dhe me pafajësi të dëshmuar e të konfirmuar, me nesot nuk mund të jenë
as veprimtari i dëshmuar dhe i persekutuar dhe tash i ripersekutuar e i pafajshëm adhëtar ligjerusi dhe publicisti Sadri Ramabaja, asambleisti për shumë vjet i Asamblesë së Prishtinës, as deputetja dhe nëna fëmijëve Donika Kada Bujupi dhe madje as deputeti më i votuar për dhe kandidati më i votuar për kryeministër i lëvizjes Vetëvendosje, subjektit fitues të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017, Albin Kurti. Ju falemderit. Presidenti Kennedy shumë vite më parë theksonte se të drejtat e çdo njeriu, vini re, çdo njeriu zvoglohen kur të drejtat e një personi kërcënohen. Sa një personave tanë u mohohen në përkëmbë me liri dhe drejtat që garanton deklarata universale dhe akte tjera ndërkombëtare. Kjo mbledhje bëhet vetëm disa ditë pas 10 dhjetorit, ditës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, dhe në përshtypjet e deklarimeve zyrtare pompoze e festive në stilin Laudamus krenari për drejtat e njeriut në Kosovë. Kosova ka kushtetutën më moderne. Kosova shoqëri modeli drejtave të njeriut, ku vlerat e deklaratës universale promovohen e zbatohen me përgjegjësi e përkushtim e tjera e tjera. Pa ulshuar në këtë temë, mjafton vetëm të theksohet se dënimi i të rinjve të pafajshëm të një subjekti elektoral, pikrisht në ditën e heshtjes zgjedhore, dhe pastaj prangosja e deputetëve të këtij subjekti elektoral në ditën e fillimit balotazhit, dhe pastaj prangosja dhe riburgosja e përsëritur e deputetëve në hyrje të kuvendit, pikrisht në ditët kur mbahen mbledhjet plenare të kuvendit, me agenda të rëndësishme vendimarrjeje, janë fenomene që flasin vetë dhe flasin më së miri dhe nuk duan koment. Duan alarmim të gjithë atyre që lirinë, demokracinë dhe drejtat e njeriut i kanë për kushtim dhe jo maskë mashtruese. Dhe megjithatë, zonja zotëri, kjo mbledhje e radhës e Këshillit të përgjithshëm, organit më të lartë të lëvizjes vetëvendosje, po mbahet vetëm disa ditë pas rikonfirmimit të fitoreve të reja dhe fuqizimit të mëtejshëm të lëvizjes vetëvendosje, forcës lëvizje dhe siç po cilësohet gjithantej faktorit shpresë për të ardhmen e synuar jo vetëm të Kosovës së shumë vuajtur, por edhe më gjerë, gjithë hapësirës së copëzuar shqiptare. Janë së paku 3 faktorë që kanë mundësuar këtë rritë të lëvizjes vetëvendosje. Idealet e larta adhëtare shoqërore, fryma progresiste, një mend demokratike, rinore dhe rilindse, si dhe çelësi mrekullibërës i bashkimit të gjerë e të qëndrueshëm, përqëndrimi tek ajo që afron e bashkon dhe jo tek ajo që largon, ndon e përçon. Uroj dhe besoj që edhe kjo mbledhje të përshkohet nga kjo frymë premtuese dhe karakterizuese e lëvizjes sonë, si dhe gjitha lëvizjeve tona historike, liridashse e paravojse. Leoni prandaj që shtu ta hapim mbledhjen e 31 me radhë të Këshillit përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje dhe të urojmë bashkarisht punë të mbarë. Si zakonisht në praktikën e lëvizjes vetëvendosje, edhe kjo mbledhje do të jetë ndarë në 2 pjesë. Pjesën e parë, plenare, ta them, ceremoniale, solemne,
dhe pjesën e punës organizative e operacionale. Zakonisht, pjesa e dytë edhe ndryshon në përbërjen e pjesëmarrësve, është çështja e votimit, prandaj duhet të jenë delegatët dhe të ulen në pjesën e duhur për dallim nga ata që nuk e kanë drejtën e votës për arsye të ndryshme, dhe natyrisht bëhet pa praninë e mediave, cilat i përshëndesim për pjesëmarrjen e tyre. Kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre natyrisht. Të nderuar delegat, ju keni marrë rendin e ditës. Megjithatë,